ku ne kemi familjarë që vinë për e zonit diku në 60-70% në Mërgat. Të gjitha ata që vinë në Deçan, në Junik, në perimetrin Pej i Stok, nuk janë votues të vetë vendosës. Sepse ata e kanë dhënë argumentin e vetë votues edhe në zgjedhjet e kaluara. Është votë sentimentale. Bravo, kontrollohet me një farë forme. Elementi i votës që do të lëvizë do të jetë një garë mes LDK-s dhe PDK-s dhe vetë vendosës është që elementi që unë e parashoh me një kronologji është që Aleanca kalon në mënyrë absolute pragun, domethënë edhe do të kallëzon një epicentër shumë serioz. Ka me kalu pragën dhe ka me harru, si kanë thonë s'ki memri as pragën. Jo. Ata kanë memri 7-8% pa nismen. Bravo, është shumë e saktë. Me një farë forme, sepse Ramushi i ka në kohën me listën faktikisht ja pa të fut një farë gjumi të thellë se realisht e di ke sigur që kalon pragun edhe nuk jap kjo fortransi. Zgjedhjet e fundit. Shumë e zgjuar. Shiko, zgjedhjet e fundit tani ka dhënë disa turbina, shiko, argumentimi im. Zgjedhjet e fundit i ka dhënë disa turbina ku realisht ka arrit me ja ul një pjesë të vetvendosjes. LDK-ja. Jo, ta shëndroj. Ja.